E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar dhe analizuar edhe një herë marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës. Tani po ta dinte Brikena brenda shtëpisë që familja jashtë e ka miratuar dhe e ka duar trokitur këtë puthje, Brikena do t'ishte vajza më e qetë dhe më e lumtur. E shikoj që ka një presion jashtëzakonisht të madh në vete, ndoshta duke e pyetur veten se çfarë bëra mbrëm, a bëra mirë, a bëra gabim, si qëndron pjesa jashtë, çfarë thot babi, çfarë thot mami, çfarë thon familja. Do me thënë, kjo vajza tradicionale që e kishte shumë të vështirë të ndërtonte një lidhje emocionale brenda në shtëpinë e Big Brother, e shikoj që po e përjeton pak me pikpyetje këtë puthjen e dhënë brenda këtij formati. Unë mendoj që Brikena puthjen e dha pasi që e ndjeu, por frikën normal që e ka, si çdo vajzë e cila ka pak sedër, me patjetër që ka frikën nga familja, se nuk është e lehtë për prindërit që të shikojnë të bien e tyre, të shikojnë vajzën e tyre, duke u puthur në përcepa me partnerin e saj në një format siç është Big Brother. Unë në fakt nuk e pres që kjo marrëdhënie e tyre të vazhdon kështu me puthje të nxehta, me ledhatime të nxehta, me krevate të përbashkëta brenda asaj shtëpie. Do të gjykohet nga banorët e mbetur ky fenomen, do të gjykohet jashtëzakonisht shumë, do të thënë do të përflitet, por nuk pa merr mendja që Brikena do t'ja jep këtë luks Mateos në shtëpinë e Big Brotherit. Do të thënë është shumë e kufizuar, nuk dëshiron që skena të këtilla të promovon jashtë apo në sy të familjes së saj, dhe mendoj që këtë pikën e ka pak si me siklet edhe gjatë natës së mbrëmshme, ishte shumë e vetmuar, ishte shumë në pikpyetje se ja bëra një gjë në rregull, por edhe gjatë ditës së sotme i ka këto gjëra. Ndoshta në sfidën e mos reagimit mund të futet nëna ose babai i Brikenës dhe shikimet e tij kundër drejt Brikenës edhe Mateos mund t'i japi një sinjal që ne jemi dakord për këtë marrëdhënie. Natën e mbrëmshme të dy familjet e kanë pranuar këtë puthje, do të thënë siç u zyrtarizua brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ashtu u zyrtarizua edhe jashta shtëpisë kjo puthje, kjo marrëdhënie. E kanë prit me shumë dashuri, do me thënë të dy Instagramrat që sot janë dosjet personale të tonat, që në qoftë se ne bëjmë diçka të pranueshme në Instagram, do me thënë është e pranueshme edhe në publik, do me thënë të dy Instagramrat i pranuan me dritë të gjelbërt këtë emocion dhe këtë dashuri, dhe mendoj që ja vlejti për t'i thënë po njëri tjetrit dhe për t'i dhënë emocion njëri tjetrit. Do të thënë ishte një dashuri shumë e bukur dhe nisën mbar edhe të dy familjet, po se çfarë do të ndodh, këtë do ta dëshmojmë në kohën në vazhdim. Unë nuk mendoj që do ketë ndryshime, do qëndron çifti kështu siç është.